Shikues të dashur, kemi ardhur sonte në Rave që ta vizitojmë një mik të emisionit tonë. Fjala është për shehun Kujtim Popaj, i cili tash e 100 vite familja e tij, paraardhësit e tij e ndjekin rrugën mistike të tarikateve. Ai tashmë i ka edhe 12 tarikatet, është i shpallur nga tarikatet asiatone, për më tepër do shkojmë ta shohim se çka po bën. Ne kemi ardhur çështën popullin me zonë pa përgatit, ta shohim se çka bën, se fliten shumë gjona për sheler, ta shohim këtu, po e shohim që është varri, nëse s'gaboj, i babgjyshit tij të ndjer, nga i cili e ka ripërtri shehen, e ka mon nga i, sepse ka 2 mënyra që shmirën shelert, me vladin edhe tjetra formë, dhe po besoj që këtu është hyrja, tani kamera po besoj e fokuson. Bismillahirrahmanirrahim. Haz Piri, Sheh Kujtim Popaj, teqja asitone për 12 tarikate dhe 17 herkat e sedit, ambasador diplomatik i paqes për gjithë botën. Themelimi i teqjes është bërë në vitin 2022. Shkojmë bashkë. Ta shohim se çka po bën Sheh Kujtim Popaj. E kemi zonë pak më befasi, inshallah s'na përzan. Shih që nga to falë, nuk pi pengujmë, se është ku e namazit akshamit. Sheh, kërkoj folje se të kena një pak bevasi, po me që të kemi shok në ashta, zë të kallu, falenderit që për na pranon. Në ashta s'kina i sen, kena orë pak si qedhe mikrofonin për ta vnej, kena zonë pak si më pa besi, po. Jo, më qysh, ju një arshpet juj, kjo te që gjithë vështë. Unë vjen mirë shumë që po të qedhe, po falqe. Po, e kem obligim, nëse jem musliman, e kem obligim me falë namazin. Dhe më honë edhe shelirë falën, a? Pa dyshim që po, nëse nuk ka në namaz, si as sheh, si as musliman, kushtetut e kim Kuranën, ashtu në kazën Allahi. Që janë donë, a di këta tarikateve të na po thamë, jam donë për bashkësisë islame? Disa janë ndonë, disa nuk janë ndonë, do më dhanë janë bo si e kanë si atë lloj politiken e vetë. Ama sa mundë më arrit ata din, çdo kush e ka edhe për veti. Faleminderit edhe një herë për thamë që na pranuve, edhe poshtë që po falë që ke me siguri kua e namazit, po namazit të akshamit. Me shumë respekt së drejt, edhe... Unë edhe në hyrje e thash që është dikon nëse s'gaboj 100 vjetë, e di kështu misisht kur ke qenë në emision të unë, e di që rreth 100 vite i ka që familja jote mirët me këtë. Së drejt më gjo, se pëhim me njëherë në temë, se qëshosh do më thanë puna e janë si familje që jem. Në tarikat, na që jem këtë punë, se kam edhe libra në këtu, në teqe. Do më thanë, thirët Baba Hazarna, i thonë. Unë joft lidhen e parë të Prizrenit me Shah Alajdinin që gjindën e teqen e Saraçhane
të shas më baba në Prizren. Në që ngjihëm si në tarikat. Po atëherë u konë koha komunistit, nuk kanë guxu më shpall moredë se diçka. Kuptohet se të gjithë e dinë se qa është puna që shokon koha e komunistit. Edhe, dhe më thënë, aje ka pasu të kthej. Tani, për babës Hazarja ka lanë babës Malush, që u njoft me Sheh Hasanin. Për babës Malush, ja ka lanë gjyshi tem. Gjyshi jam është Sheh Hyseni. Sheh Hyseni, do më thënë, edhe kjo u dojtu të Sheh Hasani. Kuptohet në teqen e Saraçanës për zanë. Do më thënë, po pak u liru, do më thënë, të drejtat, edhe u shpall, edhe boni beslidhje me Sheh Hasanin. Sheh Hasanin? Po, në prizren. Po. Po, normalisht, na si familje, do më thënë, ku bona beslidhje, na bojmë të gjithë beslidhje. 15 vjetet e nartë, me një herë bo, do më thënë, beslidhja e tarikatit. Pas aty hyt, për gjyshit tem, do më thënë, bone tani beslidhje edhe baba jem, edhe gjithë familja të këtërtit të unë, do më thënë, bone beslidhje me ateqen, për ishën e gjatit, por unë nuk ish në bejat, se ma i ri, nuk ish unë në bejat shë në gjati, unë bone beslidhje të Sheh Abidini. Të Sheh Abidini? Po, të Sheh Abidini, bone beslidhje, edhe ndërko, do më thënë, më dha një gradë pak më të lartë, edhe ti mëse që hine të se krejtë, nuk janë krejtë që konsumojnë. Sheh Abidini na e ka ndalu, më skopsha gabim 2003-2004-2005, e ndaloj alkoholin. Po si është lirë? Obligoj me kur po thamë që e lirë, jo ti, po që e lirë ko që e pinë rakine, kanë malet të gjëllorë. Jo, diçka sadre. Tasht ishte Sultani Avruz. Po, ke festa e Sultani Avruz, po. Edhe feston gjithë. Tasht e kima mujnë Muharrem. Po du më lidhë pak të mujnë Muharrem se qa është meselea. Ashurët, e në që ke bërë? Po. Ditën e 10, Imam Hyseni ra shehidin e Kerbela. Me 72 shok. E ka vrarë Muavidja, kush e ka vrarë? Jezidi. Jezidi, po. Mallkun. Tash ditën e 10, Jezidi Mallkun e festoj me alkool. Jezidi djali Muavidjes, a? Po. Festoj me alkool ditën e 10, kuptohet. Mujnë Muharrem. Vrasjen e Imam Aliut. Imam Hyseni. Imam Hyseni. Djali Hazret Alis. Djali Alit, po. Po ata e festun me alkool. E ta shqysh ju me pis, s'ka kuptim. Ta është djetë kosho Jeziti. Mu përshto po më kondërshtojnë, do më thanë, ta mu më thojnë se so kjo shek, kjo është hoxh. Pse se une nuk jem dalë me ta bo qefin kër kujdeq. Pa ne edhe hoxh është një faqe jo burë. Po jo besa ma shumë të rekatin ta për njohin edhe për përkrahin sigur na. Ta është i përmënoje ditën e 10 mujnë Muharrem, hajde ka një gotë raki edhe për Imam Hysenin në Kerbela. Po tash, më ta bëni pyetje më thanë. Po qysh Jeziti e festoj me raki në atë njëtën me kam të Jezitit, pe festojmë na, ditën e 10 mujnë Muharrem, pe festojmë me alkohol. Do më thonë njeni pro Jezitit? Që të doran zemën, po thojmë po kajmë për Imam Hysenin, besa disa thonë një mshia, po shpuajnë, bëni dhikëre. Po ty qyshbe, ti a ditë duhet me vajtu, hajde pepin, oke. Pepin, e kanë, ata e din që kanë me dhanë logari, se në shkëm me sensile. Shem mas shete, she piri, për piri, do me dhanë shkëm të Ehlibeti, të Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të Allaj. Po, diçka tjetër, që është meseleja. Po? Shambull, unë jam tarikat kaderije, po. Rifai, Halveti, e tjerë. Se janë... Du më tarikatën? Janë qëre. Pa ta njëftaj këtë punë. Piri i Piran është Aspi Hasan el Basria. Hasan el Basria i themeloj 4 tarikate. Cilat janë ato? Kaderi, Rifai, Bedevi, Dusuki.
për këto 4 tarikateve, Pjeri Piramës që i themeloj, do më thënë dolën pastaj 12 tarikate. Për 12 tarikate janë 17 tarikate. Për 17 tarikate 28, deri në 501 tarikate që ekzistojnë. Wow. Unë e kam ditë për 12. Jo. Në 12 janë të, do më thënë që janë në Kosovë. Tarikatet për ata që si dinë janë rrugë mistike, rrugë shpirtërore. Mistike, rrugë... Dhe me thonë janë dege fesë islame. Pa dyshim. Pa dyshim. Edhe tash ti për marrëm një shembull ku të kesh më herët, asnjëni pirë nuk e ka konsumu alkoolin. Të gjithë ishin medrese, të gjithë ishin, atë kuptim shqip, të gjithë ishin hoxh. Besimtar. Besimtar, kushtetut, na po thëmë musliman po, kërën e ki kushtetut Kurani, për që për thëtë Kurani? Ndalut alkooli. Po, hajde tash ti, do gjelozia të Hazret Alijës ndodhi të Imam Husejn, po, veç pak, të Piran tash po vi. Ti po thua së të Pjer Abdulkadir Gjelani. Dhe së të Pjer Abdulkadir Gjelani edhe ai e ndaloj alkoolin e madhkoj. Të gjithë Piran tash ti, në cilin rrugë jeti? Po dhe? Imam Husejni ra shahid për që të haramin. E vërtet. Tash ne nuk pedim ku e na të lidhen, a i na të lidhen të Imam Husejni, a i na të lidhen të Piran. Po këtë jena të lidhen, do më thënë këtë është zdo punë, e ki kushtetut, pa tjetër me bo namazin e kije, me kry zeqatin e normal edhime edhe umre, haqë dhe të tjera. Alkohol zbën me pi. Pik. Po dolmi tek një she. Qysh është më bo për shambull she se unë e di që janë 2 mënyra, e di mënyra e parë është evladit, dhe më thonë jale baba e vladit, dhe më thonë djallit apo familjarët. Mënyra dytë qysh është? Tash ti, ku kem ma parë që të kalzova, nësë mbi 100 vjetë që në gjihëm edhe për gjyshit tërën që u shpalë do më thënë që u bu më rejt dërvish i shë Hasanit. Se dre, nuk mundet më bo gjdo kush se kjo është me shpalje. Shambut po dojtohëm të unë, mës të hapëm shumë. Polemika tjera. Po. Teqja është akademi. Po e po që ishe edhe ambasadori i Poqës. Po ajo është po për Poqë. Ambasadori i Poqës në bëtë që ku së të ndërruar e kishtë një titull të jashtëzakonshëm që pak njerëz e kanë. Nuk e kanë. Jo veç e lirtë, po mëna e kanë kështu si titull, jo këtë titull, po tjera titull i pak ka. Jo, nuk e kanë. Së unë e kom dekretin. Po. Edhe, do më thanë, teqja është universitet qa dush. Do më thanë. Nuk ka si kur hoqë, donë më bo hoqë, shkon 3 vjetë edhe e kryjnë me dresen, edhe bo në hoqë. E she? Ja, ka do. Të she ka mesele e këto. Kimi ju përmbajt kushteve të shehut, kimi u kanë shqiptorë. Unë një ndodhi po të kalzaj, unë ku ishna muredi asaj teqeja, se unë këtu e kom vesh 20. Po, kremi tek e ti, qëfar forme e ki? E vladi e ki, apo qëfar forme të kanë? Jo, unë e vladi se kom, se unë se kom pas as babën, as gjyshën she. Pra ti e ki me merit, jo e vladi. Unë më ka arë shpalje. Këtu deshta me dhe më thënë, unë e kom bërë shërbim në teqe, edhe kur më ka arë shpalja, pasi kur e bo në amërit, pas disa muja edhe i thash, shehut em, i thash, që kjo dhe më thëmë ka arë shpalja ime. Po që aty tash ti pak u detyrova, edhe unë pak me marrë një drejtim tjetër, ndoshta ai ma të kuptim, nuk ka mujtë, ndoshta ma dhanë dekretin e shehut se aty ai ka do i rinë afër, po ndoshta i ka dhe pak armiq. E ki fjallën për? Për disa njerëz aty që i ka afër ai. Për shehun tanë? Po, afër shehut tem, Shabidinit i rinë disa, pas për dona pak me eksagjeru ato, se s'kem nevoj. Po. Edhe u detyrova, unë do më thanë, nuk ma dha dekretin, prej 2019-ës, unë veç lëviza
për me marrë, për me gjetë venin e duhur, për me gjetë shehon, dhe me hecë domethënë këtë rrugën për me marrë. E po që kishe 12 tarikate tash, ta kanë dhonë dikon? 17 tarikate. 17 e ki? Unë në fakt i kam tashti, Ku i ke morë këtu, shë kujtim? këtë të sejidet në familje pejgamberit. Unë tash në fakt i kam se cili tarikati i kam se cilin sejid. Se kom në vesh një sejid. E cili është ky tarikati që shpuhen? 18 sejida, 18 sejida që kam bu beslidhjen. Po, e cili tarikat është që shpuhen për shikus me Rufaia? Ata janë kaderi, Rifai, po disa ka që e kanë marrë autorizimin prej kaderive, kanë edhe harvetit disa shpohën, ama sekreti i zarfit që thirët po nuk ka veç zarfi, është edhe i armës. Njërë do më thënë arma dhe... E gjuna? Pa. Edhe që ka ndëvë? Ato je kem demonstrune edhe ka kërgja. Ka lënë prume edhe kërgja. Tani ka edhe dikush, po në fakt nuk i demonstroj këto, se s'kom që pak ekstremist, po është edhe me helm të kobrës. Wow. Po është do më thënë kitë sasimi njërët edhe është sekreti. Do më thënë te që ajo në i kem gjitha tarikatet që ka janë, të gjithave nja ju kem sekretin. Se nuk mund është i vesh me marrë tarikatin pa sekretin e asaj. Po veç sekreti ma i madh shikus të ndëruar, koka që shek kujtimi s'pas ka asnjë sekret për neve dhe për shikus. Na erdhëm, pa e pyet, pa e thirrën telefon, pa kur gjë, erdhëm, e pom që po falke, këtu as po më shef shepore ti, e pas kësi ambasad. Ja. Koka e hopër për neve, nuk pas ka pore që kanë dollë të lojme që shelirë për morin pore, shek kujtim. Mësu prek, po të ranë e shta pak këna këta unë, po. Po janë, po nuk janë veç sheljertë. Logikolo gjallara? Po gjallara kisa. S'kom një lojme që jenë gjithë gjami pore. Të është ti, po qysh, do më thanë, a kini ti që një musliman nuk e ka pagun hakun hoxhës? A pagun ti hakun hoxhës? Po, normalisht. Kime pagu 5 euro, sa është? Nëse s'ja pagun, s'ta pëllan gjenazë, nuk kom pas raste shumë, nuk ka shku hoxha mi ala gjenazën. Mu po përqen ti shumë. E pse, të është ti, ishte Ramazan, kom pas rast kom shty i gjak, për Allahën, se unë për robën s'kom agjeru, edhe ta është ti tot delë, aty hoxhallarë thojnë se duhet me pagu edhe vitrat, se për ndryshe nuk pranohet Ramazani, do më thanë. Po ku janë sinet, e ku janë ato, besa, sheljartë nuk kërkojmë pare. Veç inshallah nuk e arsetan një... Në antarësimin nuk i kërkojmë pare asë njone. Inshallah nuk mundosh me arsetu një she që dhe më thonë dollë për lajme kështu e... Qëre, a i she ka ra viktim do shta. Se nuk muna me ditë vërtetën, nuk muna me ditë vërtetën se ajo është për një teqës, shumë teqës vjetër, edhe sensila ti është shumë për evlijave, nuk muna me thanë që po unë kom pasër një emision në Klam Kosovë, kom thanë që shprejhe këshardhe mëritve të vetë, po unë nuk e besoj se çka flitet aty. Po që shumë një... Edhe kojtë jënë të ndodhë këtu shantaje. Shantaje dhe ma shumë jënë të ndodhë, po hajër inshallah. E lëmë këtim, po që shumë minjuje, shumë dhe me thonë foto me figurat ndryshme edhe botrure, a ke pos në herën këtu në zyrën apo teqen tonë, a ke pos në ajë politikan, drejt kalzona. I kom po në disa për tyre. Qëre, teqja është privatësi, vla sa të reje. Nuk muna do më thonë, pa dyshim që po. Unë e di që ti edhe shëran njerës. Me lejnë Allahu, se nuk shëre, me lejnë Allahu të bojmë rukje, bojmë ato, po kem pas për na këtu e runa shumë privatësi. A ka qenë a i kush për shërem, drejt kalza? Për zotin po, Kriminist në shola, kriminist? Nuk zoj me falë, jo që s'ko zoj, po këtu është në teqëruar privatësi, se jena të betun ashtu, se kush hinë edhe kush dhe do më dhanë këtu nuk e, edhe që e kam fëmi, do më dhanë këtë hinë këtu në këtë teqe, nuk e kam unë e fëmi ata, orë se këtë gjithë. Edhe armiki më martu, unë kam e vlerësu edhe, do më dhanë, kam më kanë sikur e vladi jam. Unë jam dili për gjithve, ne jam shërptorët poplit. Pse shë kujtim për shemë, do ne kom po nëse zgaboj, ke qenë për intervista pas emisionit që kemi po bashkë edhe me dy shelirë tjerë, për një fangjore që dhe me pas ka ndu ty, i kem shu një grus me shtraf siger, Kaçavidi, thujnë ata,
Dhe me këtu e lutë. Cila është e vërteta, burr? Se unë e di që ti nuk heziton me thonë të vërtetën se kam mik. Aty ka ndodhur një fatkeqësi, edhe beso se drejë unë kanë pastirë disa mediave për me dhanë kisë shajnë, po s'jom dhanë, s'jom shku. E di. Aq respekt që kam ti edhe... Faleminderit shumë. U vlerësova shumë prej ti televizorit që më ki bo. Kam, moralisht kam bërgjë edhe për ato, kom qef ta jap një spjegim për atë rast. Edhe du më të kallëzoj këtë detaje se qa është puna. Pa probleme, s'ka problem. Ishte viti shambo se tash ka kohë dhe nga kjeset... Po, s'ka problem viti, edhe më shpedit. 22-ta, 23-ta vit. Qa të afërsisht dikëm po? Unë më shkruan messenger Ton Borrelli. Dhe përshëndetje. Thash se detajt këtë nuk i di vesh afërsisht. S'ka problem, po. Dhe më thotë se kom faktu, kom telefon në gjithë. Po më qënë një video, gruan e ti, kom videon në usistit. Tha, la për hirë të Allahut, ndihmam se nusja jeme, tha, është shumë gjendje të keqe. A ka nevojë, tha, me që të doktorit, të mjeku, po, tha, qa është puna e nusës. Unë përndryshe, të këtë qëta sheljerë që kom marë hilafet, ijazet, autorizim, dhe më thanë, ta shteq që atë shtirë më botë teolog. Se nëse nuk mund është më botë teolog, mës hec. Se emën mund është me marrë letë si disa emën shë, po për me hi, me luftu e gjinin, për me luftu do gjana, është problem. Se sa të kipa, jem bo kësi grup delësh, si kërë disa shëllerë, si kërë disa o gjallarë. Për shka kënë bo bërësin të rekate, për mos mi hongën të është ujko, se s'ki nevoj, hec vetëm, a ki Allahon, po mu mjaftër, mu s'kam nevoj me him bërësi të rekatëve, se ku me him, mu shku mu më njoftë. Unë do më njoftë me Allahon, s'du më njoftë me asë kënë heq, kush do më vlerësu, e vlerësoj, kush nuk donë... Ditën e mirë, po. Ditën e mirë, s'kem punë me ta, në kem punë, me rukëtimin Allah, se s'kem punë, në këtë punë, po me him më bo grupë me medikam, po ju më him më konceptori i popullit. Çka ndodhe me pastaj, po? Edhe, kur e pash videon, i thash tonë, më bjere vlla në Kosovë në unësen. Se gjendja kësaj është keq. Se unë e pash me njëherë me lejnë Allahut që e gjinin e kanë trup. Wow. A i tha, Allah tha në gjendja ime ekonomike është shumë keq. S'pu me pru. Thash, tonë, a ka mundësi, thash, më pëjt disa ditë, e së mbot puna mu, mundësijet. Po me shku tja atje? Po ishte gjendja jeme pak. Po, që e kreve më mërbur, po na shqiptarien, po. Edhe, i thash, në atë momentën e parë që mbot mu ranet pak, unë ka marë për hirtë Allahut edhe besën për të japë thash që se lo po? me lene Allahut edhe ka më shnash. Ha? Besa Zot, Ton Borrelli u të meru. Po e marrë unë një shok temen, i thash, hajde bre burë qëmë të e Borrelli, vërse ka një rast. Tëron. Edhe ajo është gazetarë pak. Shtreshe, pa tjetë ta që ka marrë, tha, me ty kene me shku. I hipon kjerë dhe shkojnë Borrelli. Si e pash se gjendja nuk është në rregull aty, edhe më erë një lajmë, haber janë që aty nuk ishte qash të borë të shpijet që s'kishtë magji. Është njëherë fillon e gjendë shejtani mu. Si futu më shpe, ndëllë Toni aty edhe e nusja u të mero. Toni po të është i nusën vetë me qëtë kafe, si në e shqiptarë që e kemë, se është... Po? Aja, hupi. Qëfar kafe? Kafe njëherë din, më na mirë prejtë. Po, qëfar kafe, sa rani kafe si që? A? Sa po më rani kafe si që aty? Jo, po, që, musafiri të vetë, dhe na ju më nuk pak si... Po, qëfar ndodhe? Po, unë thash, për qa është puna e këtive e gjimësh
E kam dekretin e kam për teolog. S'ka nevojë dikush. Po. Edhe si hi aty e bëj shëdu anë la ilaha illallah, shëdu anë Muhammed, anë Rasulullah. E shfillaj më të marrua. Ja kom fillu rukjes 5 orë, rrëth 5 orë rukje ka ndodhë. Por tash kur bona rukje, tash shejtani rrin disa pika, kupton? Shembull, unë më ndodh tu në lukth, tu kush ka ndjen lukth, problem, shkon te mjeki nuk ka, ose në frimarje, ose në tru, ose në shpind, ose janë disa pjesë trupit që shejtani atë e sulmon njeriu, no? Po, toni ishte pak e parë se ishte pak arrogant, pak, jo në arrogant, po ishte pak si gjeloz, ishte tip i ron. Edhe tash t'ju do kemi prek, edhe në këtu, se është sekretet se ku të preket aty, do më thanë, me lejnë Allahut, ku e preki, unë e gjinit nuk ja bëj si disa rukje gji, bojnë marveshje. Bojnë marveshje veç sa me qëtësu gjendjen. Jo, unë sa me qëtësu gjendjen nuk e bëj. Do më thanë, unë me lejnë Allahut e sulmoj me gjinin. E sulmojmë, se është letë me bo rukje, hajsë në regull, jo. Kjo pa, nuk e prekin shumë shejtanin se i sulmon, ose ki shumë për atyre, që edhe bashkëpunojnë se nuk mundet me ndodhë me alkoole, me gjane tjera, ose... E që ka po me të sulmuve atë, po? Dhe, unë po i thamë ati tonet, bja ma vla një, se me hekur është edhe me drun, me një shkop, dhe më thënë dëpërtohet energjia, do kuptan. Edhe i tonë ma prunin një kacavida, da i thonë. Shtafsigar. Shtafsigar, Shqiptar. tash unë për mas pre prek, sa i tonë ka njërës që thonë mas ma prek gruna, po na nuk jem prej, se të gjithë jenë motra tona, së interesën ato, prej të zotë. Edhe okej, thash, dhe tash në atë moment unë normal me Kur'an. Po aty ma kanë bo, ma kanë dalu, e kanë alë zonën rukjeve, kuptan? E kanë bo qysh kanë dasht, e kanë demonstruat videon, e kanë bo shantash, se s'është veç aj, jenë mënua 100 raste tjerë, më më bo shantash. E që kanë do më pasaj, po? Dhe tash kur e marrë me qafës, jo qëth, hajde bismillah, edhe unë i dashna minzarë magjit, me lejnë Allahot. Si ku që thash ma parë, nuk ka pas vend, pa pas magji, sihire, hajmalia, gjana tjera të pista, në borë, kishte aty ku rind aty në të kërvatet, edhe do më thënë se na me lejnë Allahot e detyrojmë e gjinën, hajde gjeje. Kuptone, duhet me detyru me Kur'an, me sekrete, detyrohet e gjini me kalzu edhe me ku është magjia, ku është, do më thamë, faktori së i bazi. Po. Edhe, beso, zotë, kur dollëm jashtë, se nuk është fuqia e njeriut ajo. Çka i ndodha se grus? Kujtem dalën te. I shtike në të kockat, si me hek një copë baklav. Pum. Aja gruja? Pa. A bërtet ki kështu sana? Pa. Kjeshte se bërtet ke gjini. Ajo më nuk e mund sulmu edhe mu. Wow. Se mësë me pas energji, e të sulmu në të kopë. Edhe me lejnë Allahut ushnash mësë me që më ka. Por ata nuk ishin fëmi. Sa dre, aqë shumë se ishna i raskapitan, i lodhen, i ndjersitën, edhe pahoj, se më kishu kontrola, më kishu nevojët e mija. Edhe ndolla për dhomës, ku e dojë dhash, rizat zotë, bjema për një pikoj. A i tonë kish mosh më alkohol aty, dhe tha, shë tha i ndërun, tha, po donë alkohol, thash, ti kitë alkohol me pastru kajt, thash me hek. Thash, tu, nuk ka, thash, një shpiti njëri besimtar muslimon, thash, rakia dhe...
Edhe mos me egzagjeru ata. Edhe I tham, bja më bërë një pikuj të ftoft. E anusja, aja motra ma pruni ujnë. Edhe Toni po më thotë ta më dha. Aja anusja u çleru, filloj me kajt. Kupton, edhe mor leje për Tonit, a bën me përshëndet një vllahun tem, tha se ro ky poshtë diellin me synë. Na nuk kena fëmijë. Atë shumë, se na kem shumë raste për fëmijë, për probleme tjera me lenë Allahut, se na nuk mund tash na në shëptor, na nuk kem asgjë për shërbimit popullit, se pa thënë Allah bë, nuk bëhet asgjë. Edhe më ka ardhë ashtu për Allahut, më ka ardhë. Nuk e di asgjë, veç ja kam të ndorën. Tash tam për hajër sot një jetë, tash ti, ta kësë djalin. Unë I filloj edhe u qëmend, familja. Tha qysh, me lenë Allahut, me lenë Allahut. Fjalla shqiptarë, thash unë, thash nuk trej. Thash ti për hajër në djalin ta kesh. Po, një gja është punë të kjo, të këto seanset. Ka shumë, do më thënë se femna është ma adopt magji. A kam betë se I alem pikë shikusit, a kam betë ana e shtazonë, kam postë me? Shiko, se na shqiptarët e kena probleme pranu. Unë veç ka I di janë, do më thënë, diku avërsisht mbi 50 raste. Tunit, se e kompone. Mbi 50 raste. Lutë, veç raste në tunit. Le tjerat, a kam betë shtazona e gruja më që I ke thonë pas një vit? Pa të shem. Me date, me ditë, fëmija është gjallë. Se ne kompone intervista, ato ka thonë me datë që shumë ka thonë shitë. A ki pa? Po. E kom linkën në Facebook. Vesh këshëne, me datet me ditë fëmija, vesh këshëne, fëmija është, që shqy këmë thanë me lena Allah, zënë si këmë thanë, ka thanë urdhër Allahut, ashtu me datet me ditë fëmija është, djarje është, shnoshë rahat, edhe ditë që shë me të emë, I ditë gjitha, ja kom për shahadetin e vete, I ditë gjitha. A ko raste tjera? Kemë rastim, afërsisht, thash, duhet më kam bi 50 raste, veç ka I dim. Po, disa raste që ka e në kanë, I shonë në rrjetë sociale. Hajde mirë se erdhe djali jam, ose vajza jam, apo kuptan. Edhe nuk, na kem që to se pëjtojmë, nuk e falemnderojmë, kam raste shumë pakta, që vinë thonë, oshe faleminderit se ta pash hajrejnë, kuptove. Po, unë bëjt, do më thënë, për hirë të Allahut, nuk bëjt për hirë të njerëzimit. Po, pse shë vesh një gjelbërt ju, se unë e di po për shikusit? Shika, për gjelbërt, e kemë dhe kopollën e pejgamberit gjelbërt. Po, është në ngjyra që... Ngjyra e gjenetit. Gjenetit, po, që të dishtë më thotë. Pejgamberi e kam bajt, është... Nuk ka dëshka tjetër. E pse që I shkap me gjarpën atje, me kubrën? Ky shkop, do më thënë, na I marrim bastonet, këto shkopet I marrim, do më thënë, dorë, kur Hazreti Musa I kishte thënë Allahut më sprova, po a kishte shkopin afër namazit, afër veti edhe shkopin dhe boni gjarfër, dhe u fregu. Për qëto namaz nuk lijohet, nuk gëzon me lujt as gjishtë një shtangë për Allahu, se nëse ti levez, prishë namazin, po nuk je muslimon në dëvat shumë. Edhe Hazreti Musa fregohet, edhe Allahu I dhatë, ku ta kuj namazin, dhe ta Musa, mas ki frej ku I lidhën në namaz, sepse unë mbi ju në gjithë mon. Edhe mas ki frej ka, edhe ka, do më thanë, kjo të regon për shtet, edhe janë do sekrete tjere që shehu, që e mbanë këta, nuk e mbanë veç një shtagë, si një bari, po ka shumë, do më thanë, sekretet që jipet mahët, do më thanë, për një loj mbrojtje. Është diçka një farë sekretet, se nuk na lijohet, e kem të kufizune me kazu për... Po, një gjatë thamë se nuk është, do më thanë, veç një shtag e thjeshtë, se jipet sekreti. Po, se shet... Çdo shet, do më thanë, e ka këta. Unë falenderoj shumë për pritje se jemi minutat e fundit, po mbet bërgjë edhe diçka. Ambasadori Paqes në Butë. Qysh? Nuk është e vogël ky post. Na me lenë Allahut jem president diplomatik, e kem organizatën tonë jo qeveritare, do më thënë, edhe
e kem drejtën për me mbo ambasador, do më thanë, e kem do më thanë në këshillin tonë si ambasad që e kem, edhe me lejen e Allahut, na së drejt, nuk o kanë letë për me themelu këtë organizatë, se është organizatë shumë e fuqishme, edhe ti me i dënë së drejt, Falenderoj. Po më jep ne kështu të organizatës? Po, një tens edhe së drejt ti këta meritosh, Faleminderit shumë. se kjo e simbolizon edhe flamurin tonë kombëtar, Faleminderit shumë, shikues të nderuar. Dhuratë fort e mirë. Ti e meriton edhe kom pas shumë konferenca në botë, jam kanë edhe në Jordani kom pas takim me mbretërinë e Jordanisë, dhe kam lidhje në këtë botën, do më thënë, tokët arabe, Siri, Izrael, Angli, Amerikë, në këtë botën, do më thënë, na kem autorizimin që shem si president diplomatik, se edhe vetë fjalla musliman është fjallë pache, edhe gjithë qyshna na takan, na konvenon kjo, të afrojmë poplin për me ndërtu urat paches e jo urrëtie, se nuk kem nevoj me pas urrëtie ndaj feve tjera, sikur që po mënohen disa me bo, do më thanë, do sekte që po në dalin pa pritma si do grupe, ku piti di deçana, ose disa grupe tjera, ata janë vesh për me shkatru imazhen e shqiptarëve, na shqiptarët nuk e kem, do më thëmë, me bo përqamja, unë për qëtë punë jam president, se më merë dikush, pëjt një vespak. Me asjanë që ka ki punë? Në me. Pyetja fundit, a vin me qelë fura, me mshela, me shkru, do më thonë, për biznesa, qka? Jo veç hasjon, po vin... E di që vin shumë për biznes. Për Kosovë, Shqipërie, vendet ndryshme, po mëse paridhëm të hasjo se të bizneset, pa dyshim, se kam shumë raste edhe aty, se shkan edhe mënohen me sulmu në fura, po ato magjia, ato për me hetë, e di që ndihmon njerëz shumë për biznes. Po me lejnë Allahut. A kina e rast, për na i tregu sonte, se e di që ndihmon edhe biznesa se të metën bëqë. Ki raste platë, unë e di. Ma shumë raste kam me këto për biznese. Dhe ma më vinë, të shë kujtimi. Edhe me lejnë Allahut, i kem do rituale i kem, edhe ka pas rast që ka pas shumë për ambylljes. Po, deshti Allahu edhe sot janë prej, kanë shifat të mdhaja. Sadrej, unë falë se kam një kukën një rast. Shikues të nderuar, a mujna me gjiru me që jemi këto në rastit? Jo, Sadrej, duhet s'muna. A më nëshme pyjtë, më falë, familjartë. Lutem. Po, në veç një minutë. Shikues të nderuar, për shenjë edhe vetë, dhe me thonë që ka raste që vinë edhe, dhe me thonë, për me u shëru të shë kujtimi, urojmë dhe shpresojmë që ta shërej këtë rast, edhe e patë edhe vetë që shë u ikju, edhe po e shumë se a për na i mundësan me gjiru. Mundësir veç një minutë. Po, s'munja me gjiru ma shumë. A në vendase mikrofonin, a mundësh? Okej, atër thuj pole, sa ko mundësi, thuj pak të në vishme mbullu, dhe të rame. Po, ti rreti që aty, që unë në me kitë pacientën njërë. Ka e tjeni? Shikues të nderuar, po shinjam po me pak. Eshhadu an la ilaha illallah, eshhadu Muhammadur rasulullah. 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 Oli me Allah. Bismillah. Elhamdülillah rabbil alamin rahmanir rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Në shtas në Sulman. Shikus të ndëruar, po e shenë edhe vetë që jam pomje pa koment, edhe nuk e kishmi zgjodh ma shumë se vërtet jam pomje shqetsu, se natën e mirë ka që të personte shimi javë tjera, sigurisht. Allah la ilahe illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu الذي يشفي حين ولا من